أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Sot inshallah do të fillojmë një playlist të re, të një lënde të re, që ka të bëjë me gjuhën arabe dhe më konkretisht me gramatikën e saj. Kemi marrë si referencë në zhvillimin e kësaj lënde librin që ju shikoni, i cili është një libër që titullohet në gjuhën arabe At-Tadlil wat-Takmil fi Sharh Kitab At-Tashil. Në gjuhën shqipe kemi përkthyer Shtojca dhe plotësimi në shpjegimin e librit të lehtësimit. Është quajtur i tillë për arsye se autori e ka përpiluar si një shpjegim ndaj një libri më pak të detajuar, një libri më të vogël, i cili titullohet shkurt At-Tashil, pra lehtësimi, sepse ka si funksion që të lehtësoj kuptimin dhe mësimin e kësaj fushë, pra të gramatikës arabe. Dhe autori në fjalë ka bërë shpjegimin e këtij libri dhe ka nxjerrë atë me 22 vëllime në versionin që kemi në dorë, i cili është botuar nga shtëpia botuese Dar Kunuz Ishbelia. Fjala Kunuz në arabisht është shumë si fjalës Kenzun, që do të thënë thesar. Thesaret Ishbelia. Autori quhet Ebu Hayyan al-Andalusi, pra babai Hajanit Andalusiani, nëse do ta kthenim në shqip fjalë për fjalë. Al-Andalusi nënkupton që autori me origjinë është nga Andaluzia, dhe duke qenë se ka këtë origjinë fisnike, e meriton që të themi një dy fjalë në lidhje me Andaluzin. Andaluzia është një prej shteteve islame që ka lulëzuar gjatë shekujve të kaluar të historisë së Islamit. Ka qenë një periudhë shumë e lulëzuar për Islamin në krahasim me të gjithë popujt e tjerë, koha e Andaluzisë. Dhe aktualisht territori ku dikur shtrihej Andaluzia është territori ku sot shtrihet Spanja dhe Portugalia, pra Gadishulli Iberik, që është jug perëndimi i kontinentit europian. Mund të duket e çuditshme ta mendosh për momentin, por se në këtë tokë kanë sunduar muslimanët për rreth 800 vjet, për 8 shekuj, që i bie një periudhë edhe më e gjatë, po ta krahasosh me periudhën osmane në Ballkan, që është rreth 5 ose 600 vjet. Pra, arabët kanë qëndruar në Gadishullin Iberik më gjatë nga që kanë qëndruar turqit në Ballkan. Dhe në periudhën e Andaluzisë kanë lulëzuar jo vetëm dia fetare, por edhe dia shkencore, dhe familje të ndryshme europiane nga shtete të tjera, qoftë nga Anglia, Franca, Gjermania e tjerë, e kishin për mburrje që të kishin fëmijët e tyre në universitetet e Andaluzisë. Ishte pak a shumë si dikush prej nesh të ketë fëmijën e tij në Harvard ose Oxford ose Cambridge në ditët e sotshme. Pra kuptohet që e ka për mburrje që të thojë që djali im apo vajza ime studion në filan vend. Dhe Andaluzia ka prodhuar shumë dietar, pra dietar edhe shkencëtar musliman, të cilët në shumë raste kanë hedhur themelet e fushave të ndryshme të shkencës. Dhe njëri prej dietarëve, i cili ka bërë një libër shumë të veçantë në fushën e gjuhës, është ky që ne po trajtojmë, pra Ebu Hayyan al-Andalusi. Librin e tij e ka marrë dhe e ka verifikuar një prej dietarëve bashkëkohor, Hindawi, i cili është me gradën e doktorit dhe ka jetuar për një kohë të gjatë në Burejde, e cila ndodhet në provincën e Kasimit, që është dhe vendi ku un kam kryer një pjesë të studimeve. Përkthimi i tij ka filluar, pra përkthimi i këtij libri ka filluar në nëntor të 2025-s, dhe për të mos u zgjatur më shumë, kalojmë njëherë te hyrja që ka përgatitur autori, ku thotë:
Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muhaqqiq. Alhamdulillahi dhil izzati wal jalal. Ahmaduhu hamda shakirin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radiyallahu an sahabatihi alladhina hum khairul qurun. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, parathënia e verifikuesit, pra atij që është marrë me verifikimin e materialit që ka përgatitur ky autori nga Andaluzia. Falënderimi takon Allahut, Zotit të madhërisë dhe lavdisë. Atë e falenderoj me falenderimin e mirënjohësve dhe dërgoj lutje dhe paqe mbi profetin ton Muhammed, të dërguarin mëshirë për botët, dhe mbi familjen e tij të pastër dhe të mirë, dhe Allahu qoftë i kënaqur me shokët e tij, të cilat janë brezat më të mirë. Më pas thot autori: Thumma amma ba'd, faqad kuntu mundhu amadin ba'id abhathu an marji'in matbu' fi an-nahw yajma'u ara' an-nuhat wa madhahibahum fi kulli mas'ala min masailihi. وغنيا في مؤلفه بالتحليل والتعليل والمناقشة ويؤيد كل قول بالدليل فلم أقف فيما أصب إليه على كتاب محقق تحقيقا علميا فقمت أقلب سطور خزائن المخطوطات فوجدت بغيتي في كتاب التدليل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي رحمه الله فهو مصنف لم يؤلف مثله في بابه فيما أعلم لذلك صورت بعض أجزائه المبعثرة في مكتبات العالم وكتبتها بقلمي لتكون مرجعا لي afza'u ilayhi 'inda al-haja. Thot autori, dhe më pas, që për një kohë të gjatë kërkoja një burim të shtypur, pra të printuar, në fushën e gramatikës, bëhet fjalë për gramatikën arabe, që të përmbante mendimet e gjuhëtarëve dhe shkollave të tyre në çdo çështje, të ishte i pasur në analizë, argumentim dhe diskutim, dhe të mbështeste çdo mendim me argument. Por nuk hasa ndonjë libër të verifikuar shkencërisht që të plotësonte atë që kërkoja. Kështu që fillova të hulumtoj rreshtat e arkivave të dorëshkrimeve, derisa gjeta atë që kërkoja në librin me titullin arabisht At-Tadlil wa Takmil fi Sharh Kitab At-Tashil, pra libri që ne përmendëm dhe që kemi marrë në shqyrtim, të Ebi Hayyan Andalusiut, Allahu e mëshiroft. Kjo është një vepër që sipas dijes time, pra me aq sa di unë, ka për qëllim këtoj autori, nuk është shkruar në një tjetër si ajo në fushën e saj. Është unike, e thënë ndryshe. Për këtë arsye, kopjova disa pjesë të shpërndara të këtij libri që gjendeshin në biblioteka të ndryshme të botës dhe i shkrova me dorën time, që të kisha një referencë për të kthyer sa herë të kisha nevojë. Më pas thot autori: ولما عثرت على نسخة كاملة منه استخرت الله تعالى في تحقيقه لينتفع به طلبة العلم ودعوته سبحانه أن يوفقني لإخراج هذا السفر النفيس فمكثت عليه بعد أن جمعت ما تيسر لي جمعه من صور نسخ متفرقة وطفقت أغتنم كل ساعة فراغ للعمل فيه ومن الله أستمد العون في إتمامه فإليه المفزع ولا ملجأ إلا إليه. Dhe kur gjeta një kopje të plotë të tij, kërkova udhëzim prej Allahut të lartësuar për ta verifikuar që të mund të përfitojë prej tij studentët e dijes. E luta atë i lartësuar qoftë që të më ndihmoj në botimin e këtij libri të çmuar. U mora me të, pasi mblodha sa munda nga kopjet e ndryshme dhe nisa të shfrytëzoj çdo orë të lirë për të punuar me të. Dhe prej Allahut kërkoj ndihmë për përfundimin e tij, tek ai është streha dhe vetëm tek ai gjendet shpëtimi.
Autori ka për qëllim të thojë me këtë paragraf që ka kryer faljen e namazit të istihares, i cili është një lloj namazi që kryhet nga ana e besimtarit në ato raste kur dëshiron të bëjë një veprim të saktuar dhe nuk është i sigurt nëse ai veprim është më i miri që ai mund të bëjë apo është më e mirë diçka tjetër. Për këtë arsye, duke qenë se ne jemi të mangët në njohurinë tonë mbi realitetin, mbi të ardhmen dhe mbi shumë gjëra, kërkojmë ndihmë prej Allahut që ai të na japi sukses të kryejmë më të mirën e mundshme për ne në fen tonë dhe në dynjan tonë. Dhe duke falur këtë namaz, plotësohet mbështetja tek Allahu dhe në këtë mënyrë realizohet realisht ajo që është më e mira. Pra autori ka për qëllim që e ka falur namazin e istihares dhe i është mbështetur Allahut dhe i ka kërkuar ndihmë në këtë moment dhe Allahu i ka hapur atij rrugët për të marrë me verifikimin e këtij libri. Dhe kur themi verifikim është ajo e cila në gjuhën arabe quhet tahqiq, e cila ka të bëjë me një kontroll të imët të secilës prej pjesëve që përmban vepra në vetvete, duke përfshirë transmetimet e ndryshme apo dëshmi apo hadithe apo çfarëdo lloj gjëje që përfshihet brenda librit. Në mënyrë që çdo gjë që do të paraqitet duke qenë e saktësuar plotësisht. Çfarë është ajo që duhet të pranohet, çfarë është diçka që ka nevojë për korrigjim. Dhe autori gjithashtu vë në dukje që ka shfrytëzuar gjithë kohën e tij çfarë ka pasur në dispozicion për të marrë me këtë vepër, sepse kuptohet njerëzit e dijes janë njerëzit më të angazhuar nga të gjithë dhe koha e tyre është shumë e çmuar, është aq jashtë mase e çmuar saqë duhet të respektohet në maksimum dhe duhet të kihet kujdes maksimal në mënyrën se si ajo menaxhohet. Dhe autori këtu thotë që në çdo moment që gjente kohë, merrej posaçërisht me këtë vepër. Pra nuk i linte vetes as pak kohë të lirë. Dhe të njëjtën gjë duhet të bëjmë dhe ne muslimanët e tjerë, duhet që ta programojmë ditën duke mbushur me vepra të mira, veçanërisht ata që merren me fushën e dijes dhe nuk duhet i lënë vetes mundësisht fare kohë të lirë. Koha e lirë është e dëmshme sipas këtij këndvështrimi. Më pas, thot autori, Allahumma ghfirli zalali wa tajawaz an sayyiati wa barik li fi waqti wa taqabbal minni salihal a'mal warzuqni al-ikhlas was-sadad fil qawli wal 'amal. Rabbi ighfir li wa liwalidayya rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. وكتب أبو معاذ الدكتور حسن هنداوي بريدة في يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى عام 1417 هجري. O Allah, më fal mua për gabimet e mia, më mbulot të këqijat e mia, bekoje kohën time dhe prano prej meje veprat e mira. Më dhuro sinqeritet dhe saktësi në fjalë dhe në vepra, o Zot më fal mua dhe prindrit e mi, o Zot më shiroi ata ashtu siç më kanë rritur mua kur kam qenë i vogël. Shkroi Ebu Muadh, doktor Hasan Hindawi, qyteti Burejdes, dita e premte, pra xhuma, data 29 e muajit Xumadel Ula me kalendar hënor, viti 1417 Hijri, që i korespondon datës 11 tetor 1996 sipas kalendarit diellor. Pra parafërsisht ka 30 vjet që është shkruar kjo vepër, që është verifikuar dhe që më pas është botuar dhe ne kemi në dispozicion në versionin që shikohet sot. I kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta واستغفرك واتوب اليك. أسمو وأجتاز السماء